Mirëmbrëma miq, jemi në studio me një person shumë të veçantë, një grua që ka zgjedhur të jetë në shërbim të qytetit të saj. Një rrugtim mes ligjit, angazhimit social dhe vendimarrjes, ne sonte do të njohim më nga afër, jo vetëm një figurë publike, por historinë, sfidat dhe zemrën pas saj. E ftuara jonë është Manjola Kamolli, kryetare e Këshillit Bashkiak të Pogradecit dhe zëvendës drejtore ekzekutive e Fondacionit Nehemia Getoej Albania me një përvojë mbi 30 vjeçare në shoqërinë civile. Është kaq kënaqësi të të kemi në këtë studio. Mirëmbrëma, mirë se na erdhe. Mirëmbrëma Nela, shumë faleminderit. Kënaqësia është e imja. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Messi për herë të parë. Ke udhëtuar nga qyteti i bukur Pogradecit. Ne duam të dimë kush është Manjola përtej profesionit. Në fakt, unë do ta nisja me Zoti më ka bekuar me një bashkëshor dhe 2 fëmijë të mrekullueshëm. Sigurisht jam lindur, jam rritur në qytetin e bukur të Pogradecit dhe kam jetuar dhe vazhdoj të jetoj ende aty, nuk jam larguar për asnjë çast, për arsye se kam dashur të vazhdoj të kontribuoj për qytetin tim. Largimet e mia kanë qenë përveç se periudhës të studimeve dhe ndonjëherë me çështje pune që më është dashur të largohem jo më shumë se 1 muaj. Në moment, unë jam, siç ju e thatë, kryetare e Këshillit Bashkiak Pogradec, kjo prej qershorit 2023. Prej qershorit 2019 kam qenë nënkryetare e Këshillit Bashkiak, jam kryetare e Aleancës së Grave Këshilltare të Bashkisë Pogradec, kryetare e Partisë Socialiste, njësia administrative, qytetit të Pogradecit. Jam gjithashtu antare e bordit të Aleancës Kombëtare të Grave Këshilltare, antare e bordit të Fondacionit AEP, projekti Inkurajim për Shqipërinë, si dhe antare e shumë forumeve apo rrjeteve të tjera, si gratë në leadership, gratë përqendërtuese, forumi i kryetarëve të Këshilla Bashkiak, e kështu me radhë. Goxha impenjuar. Po, në fakt, nuk e di si ja del për gjitha. Shumë angazhime, po lavdi Zotit ja kam dalë deri tani. Gëzohem. Po si e kujton fëmijërinë tënde? Çfarë kujton si të veçantë? Në fakt, fëmijëria ime ka qenë një fëmijëri si gjithë fëmijëritë e tjera, normale, po e bukur, përgjithsisht fëmijëri e bukur. Kam qenë fëmijë i mbar. Jam rritur në qytetin e bukur të Pogradecit, një qytet që vërtet me atë arin e pastër, mrekullinë e liçenit, të natyrës së bukur. Prindrit në fakt më kanë edukuar me dashurinë për familjen, shoqërinë, shkollën dhe jo vetëm. Sigurisht pjesën më të madhe të kohës e kam kaluar duke mësuar, kam qenë një fëmijë i mbar, dhe nxënëse shumë e mirë. Studioja shumë. Studioja në fakt, ndihmoja shokët, shoqet, merrja pjesë në aktivitete të ndryshme, por fëmëria ka pasur dhe le të them ato vështirësi dhe veta, sepse në shtëpi kemi pasur gjyshërit nga babi, gjyshen, të cilët kanë vuajtur nga disa sëmundje dhe u është dashur që të qëndrojnë në shtrat. Kështu që prindrit janë kujdesur dhe sidomos nëna ime për ta. Njëkohësisht më lindte bara dhe mua, edhe pse isha fëmijë i vogël, të mund të ndihmoja nënën time, të kujdesesha gjithashtu për vllain. Dhe mund të them që në vegjëlim më është kultivuar ajo ndjenja e përkujdesjes dhe shërbimit për më të pamundurit apo ato që janë në nevojë. Po sigurisht jo mirënjohës prindërve të mi, të cilët më kanë edukuar edhe më kanë dhënë një kulturë qytetare, më kanë edukuar me vlera, po njëkohësisht edhe korrektësinë apo rregullin. Jam rritur me dashurinë e prindërve të mi të mrekullueshëm, kam një vllai tim, tezeve hallave të afërmve, kështu që kem që fëmijëria im ka qenë e bukur. Përmend pak korrektesën, më fal, por duhet ta veçoj pak në komunikimet me ty për qenë pjesë në këtë studio. Më bëri përshtypje korrektesa dhe mënyra se si ti komunikoje me mua dhe unë spikata këtë element të korrektesës në ty dhe jo vetëm e të përgëzoj për këtë. Faleminderit, ja dedikoj atit tim më së shumti këtë gjë. Babait tënd. Babait, po. Mendoj se brezi i prindërve tan, baballarët tan, janë shumë korrekt, kanë qenë shumë korrekt, sikur e kemi trashëguar këtë lloj cilësie apo vlere, mund të them, është e vërtet? Po, shumë e vërtetë. Dhe janë vlera, mendoj që
Ata na i kanë trashëguar ne, por na del detyra dhe ne përpiqemi sigurisht që këto vlera t'ua trashëgojmë fëmijëve tanë. Po. Ndërsa arriteshe dhe shkolloheshe, the që ke qenë ekscelente në mësime. A ka pasur ndonjë moment të veçantë që ka ndikuar në zgjedhjen tënde, në profesionin tënd? Edhe pse pikërisht të zgjodhe drejtsinë? Në fakt e vërteta është krejt ndryshe, drejtësia nuk ka qenë zgjedhja ime e parë. Unë pasi përfundova studimet në gjimnazin Muharrem Çollaku në Pogradec, në atë kohë e drejta e studimit në vitin 1991 jepej duke bërë ti zgjedhjet e tua në bazë të zgjedhjeve që ti përcaktoje. Dhe zgjedhja ime e parë në fakt ka qenë sociologjia në atë kohë, sepse kisha lexuar që ishte një profesion i ri, edhe arsimimi në atë kohë sapo do fillonte, sociologët do ishin njerëz të nderuar në shoqëri dhe të respektuar, dhe mendosa pse jo që të mund të provoj një diçka të re. Dhe kjo ishte zgjedhja ime e parë në fakt, dhe që mu dha. Zgjedhja e dytë ishte juridiku dhe e treta ka qenë ekonomi financë. Mu dha e drejta e studimit, kështu që kam përfunduar një vit studimet për sociologji filozofi. E mora me shumë dëshirë, e pëlqeja atë dek, përfundova me rezultate të shkëlqyera. Kam qenë studente ekselente në fakt, studioja shumë, të gjitha vjeta, vetëm një 9 vitin e parë. Absolute. Por ndodhi që fakulteti u mbyll me një vendim qeverie në atë kohë dhe ne të gjithë studentët që ishin duke studiuar sociologji, na kaluan në vit të dytë juridik. Kalua tek dega tjetër, interesante tek dega juridik. Pra, domethënë kjo nuk ishte vërtet zgjedhja ime. Planet e mia ishin të tjera, po kështu që përfundova juridikun dhe u diplomova si juriste në vitin 95. Me sa duket Zoti kishte plane të tjera. Planet e mia ishin të tjera, po Zoti kishte pasur plane të tjera për mua, sepse me përfundimin e studimeve në juridik, unë fillova punë në fondacionin e Maja Gateway Albania. Nehemia në atë kohë. Ashtu si shkruhet në Bibël te Isaia 55, që rrugët e tij janë më të larta se rrugët tona dhe mendimet e tij janë më të larta se mendimet tona. Kështu që unë zbulova shumë shpejt që ky kishte qenë plani i Zotit për jetën time, po njëkohësisht edhe thirrja e tij për mua. Manjola, si erdhi vendimi për të përfshirë në politikën lokale? Ishte një vendim i lehtë apo i vështirë për ty, një zgjedhje e lehtë? E vërteta është në fakt që se kisha menduar ndonjëherë që mund të përfshihesha në politikë. Dhe me të marrë ofertën, me mundësinë që mu dha, dhe për këtë i falenderoj persona që besuan tek unë, sigurisht që u këshillova së pari me bashkëshortin, por njëkohësisht edhe me drejtuesin tim, Arnold Geiger, i cili gjithmonë ka qenë mbështetja ime dhe suporti im. Në kish. Patjetër, po njëkohësisht edhe mu desh që të merrja pa kohë, sigurisht që të shihja, të peshoja gjërat, mundësisht edhe faktorin kohë. Çdo të thoshte kjo për mua, angazhimi, se sa kohë do më merrte nga jeta ime, nga gjithçka, po sigurisht edhe për të lutur, edhe për të gjetur atë paqen e brendshme që nëse është momenti i dur, koha e dur, vullneti i Zotit, dhe mendova pse jo. Deri në atë kohë kisha kontribuar për qytetin tim nëpërmjet Nehemias, pse jo të mos ta bëj këtë gjë. Për një përfshirje më të gjerë. Duke dhënë angazhimin tim, përvojën time për komunitetin edhe qytetarët. Kështu që shumë punë dhe përgjegjësi besoj, a? Patjetër, angazhime. Dhe mendoj që vërtet ishte momenti i dur për mua. E mora si sfidë personale, por në fakt, nga sfidat ne përpiqemi që të bëjmë më të mirën, sfidat na shtyjnë që të përpiqemi të bëjmë më të mirën. Kështu e përballon ti presionin? Dhe kështu. Si e përballon, domethënë, duke ditur se nga sfidat ne mësojmë në fakt. Dhe nga ana tjetër, tani ndjej në fakt të tregoj të ndaj diçka të cilën nuk është se i kam ndarë me shumë persona. Pak kohë, mbasi mora vendimin dhe fillova angazhimin tim, gjej në një sirtar në shtëpinë tim me një shënim të vogël në gjuhën angleze, të cilën ma kishte lënë një mikesha ime nga Gjermania. Para disa vitesh, në 97, mu desh që të shkoja në Gjermani
Dhe me këtë mikeshën kemi shkuar në një kishë në Stuttgart, atëherë ato thoshin që është kisha më e madhe, ishin dhe rreth 2000-3000 antar në atë kishë, dhe në fund unë shkova përpara dhe një motër filloi që të lutej për mua. Më pas më shpjeguan, sepse ajo në atë kohë filloi të fliste në gjermanisht dhe gjermanishtja ime nuk ishte shumë perfekte, ishte vite përpara, por mikesha ime ma shkroi ato që ajo tha, ma shkroi në gjuhën angleze dhe unë gjeta këtë shënimin i cili thoshte që ti do të jesh drita e qytetit tënd. Kjo motra kishte pasur dhuntin e profecisë, kështu më tha në ato kohë. Unë isha një besimtare e re dhe sinqerisht që e lexoja dhe thosha, po ç'është kjo? Kur e gjeta këtë shënimin, mendova që vërtet ndoshta kjo kishte qenë një thirrje nga Zoti, more nga forcë Perëndia, nga kjo gjë. patjetër. Dhe shpresoj që vërtet të jem një shembull frymëzimi edhe dritë për qytetin tim. Dhe patjetër me punën tënde gjithë këto vite, për kushtimin tënd, imazhin tënd që ke krijuar, sigurisht që ti e ke shfaqur dhe po e transmeton, besoj fort akoma këtë dritë. Si ka qenë për ty? A është e vështirë, a është e lehtë të jetë një femër në post drejtues? A ke pasur paragjykime për këtë në qytetin tënd? Në fakt, nuk është shumë e thjeshtë, le ta themi këtë është përgjegjësi goxha e madhe, sepse ti jesh një grua, do të thotë që përveç për kësaj përgjegjësie, përveç punës të përditshme, nëse unë do ta llogaris në pjesën time, përveç gjitha angazhimeve që kam, është familja, është shtëpia, janë fëmijët. Megjithatë, unë jam përpjekur që t'i bëj të gjitha më së miri, me aq sa mundem unë. Sigurisht, kjo do të thotë për mua personalisht shpeshherë edhe ditë shumë të gjata, deri në orën 1:30 apo 2, ka raste edhe për te orës 3 të natës. Do me thonë shumë punë, shumë përkushtim, po mendoj që ja kam dalë, edhe pse është e lodhshme dhe sakrificë, patjetër që kam pasur mbështetje shumë të madhe edhe nga familja, bashkëshorti, çunin tim që tashmë e kam në shtëpi. Po lavdi Zotit, fëmijët janë tashmë në një moshë të rritur, që mund të kujdesen vetë për veten e tyre. Vajza është 22 vjeç dhe çuni 17. Kështu që mendoj që ja kam dalë përpos këtyre sakrificave. Dhe përpiqem gjithmonë që edhe kur kam atë pjesën shumë të ngarkuar, të gjej momentin, të gjej kohën, të ri me familjen time dhe të shpenzoj kohë që është kohë cilësore. Po. Gëzohem vërtet dhe ja ke dalur dhe ndonjëherë nuk bëhen disa gjëra pa suportin e familjes. Familja është një mbështetje, është shtyllë fort mbështetje për gjithë ata që punojnë. Po, gjithashtu me bashkëshortin jemi përpjekur që t'i edukojmë më së miri fëmijët tanë, të transmetojmë vlera dhe lavdi Zotit, mendoj që ja kemi dalë. Çfarë roli kanë vlera dhe besimi në jetën tënde? Sigurisht që janë themeli i jetës tim, baza ku unë bazohem çdo ditë. Le të them, parimet e mia, parimet në të cilat ne besojmë apo vlerat, unë përpiqem që në çdo ditë të jetës time, jo vetëm ti them, ti shpreh apo ti predikoj, por ti praktikoj ato, ti ve në jetë, ti ve në praktik. Tek Nehemia që në fillim ajo që më ka pëlqyer dhe ka marrë në zemër ka qenë dashuria e Jezusit në veprim. Apo sigurisht të japësh jem e bukuar se sa të marrësh. Apo pjesa tjetër që unë kam vërtet për zemër që ti trajtosh të tjerët ashtu siç do të dëshiroje të trajtonin ty. Këtë parim e kam pothuajse çdo ditë në mendjen time edhe përpiqem ta zbatoj. Si do të ndihet për shembull Enela nëse unë bëj këtë veprim. Dhe përpiqem që çdo ditë unë të jetoj këto parime. Dhe sigurisht i transmetoj edhe tek fëmijët e mi. Apo vlerat, respekti, integriteti, falja, mirësia, dëmshuria. Janë këto të cilat unë mendoj që është shumë e rëndësishme që ne jo vetëm t'i themi, t'i flasim, por t'i jetojmë çdo ditë jetës sonë. Si të ka ndihmuar besimi krishterë në marrjen e vendimeve të rëndësishme? A beson ti se vlera, integriteti mund të ruhet, pavarësisht se ku punon edhe sa vështirë duket? Patjetër, unë çdo ditë jam përpjekur që
që të jetoj këtë besim dhe sidomos në vendime të vështira, unë e kam ndjerë që Perëndia është me mua. Jam lutur gjithmonë, ka pasur situata të vështira, ka pasur situata kur unë kam thënë çfarë duhet të bëj o Zot, dhe Perëndia ka qenë me mua. Jam lutur shumë, kam kërkuar vullnetin e Tij, kam kërkuar mençurinë, urtësinë, paqe, qetësi nga Perëndia, sepse ka pasur dhe net pa gjumë në fakt. Dhe mendoj që ja kam dalë, po këtu dua të gjej momentin dhe të shpreh mirënjohjen dhe falënderimet e mia dhe shumë motrave dhe vëllezërve të cilët më kanë mbajtur në lutje. Janë disa atë të cilët unë i kontaktoj personalisht dhe ju kërkoj që të lutem kur unë kam situata të vështira, por njëkohësisht dhe e di që janë shumë të tjerë që më mbajnë në lutje dhe këtu gjej rastin që t'i falenderoj dhe ju uroj bekimet e Zotit. Dhe sigurisht unë e kam ndjerë që Zoti më jep forcë, edhe ai është forca ime. Dhe nga kjo forcë që ai më jep, unë kam arritur t'ja dal, sepse vetë nuk e di nëse doja dilja që të mbaja të gjithë këto përgjegjësi apo gjithë këto angazhime që kam. Shpeshherë më ndodh që ka njerëz që më thonë si a del, si a rin që ti bësh të gjitha këto, në fakt. Mendoj që nuk ja dal vetëm. Pa Zotin nuk ja del dot. Patjetër. Përveç pozicionit si kryetari i Këshillit Bashkiak Pogradecit, aktualisht pjesë pra zëvendës drejtore ekzekutive e Fondacionit Nehemia Getaway Albania, çfarë eksperiencë është kjo për ty? Sigurisht që është një eksperiencë shumë e vyer për mua, të cilën e përpiqem që të gjithë të përvojë që kam fituar gjatë gjithë këtyre viteve mund ta vendos në praktikë aty ku jam, në çdo moment të jetës sime. Jam mirënjohëse sigurisht edhe për këtë Perëndis, sepse siç tham unë ndjej që ishte plani i Zotit që unë të isha tek Nehemia Getaway Albania. Dhe sigurisht edhe drejtuesi tim, Arnold Geiger, sepse ishte ai që më kërkoi, më ftoi dhe më bëri pjesë të familjes nehemiane, kështu kam qejf që ta them në fakt. Dhe më këshilloi, më mësoi, më trajnoi gjithë këto vite përvoje, që gjithë këtyre viteve që jam aty. Prej vitit 1995 në fakt, kam filluar në profesionin tim, por kam mbajtur dhe profesione të shumta drejtuese punës social mjekësore, drejtuese burime njerëzore, degëve që ne kemi pasur në Buçimas, në Pogradec, dhe në moment ashtu sikur se ju e thatë, jam zëvendës drejtore ekzekutive, si dhe mbuloj njëkohësisht edhe çështjet ligjore në fondacion. Gjithmonë kam pasur ngarkesa, por kam marrë gjatë gjithë këtyre viteve njëkohësisht edhe trajnime të shumta nga trajnues këtu në Shqipëri, por edhe trajnues të huaj, sigurisht në lidhje me leadershipin, zhvillimin organizativ, të cilat më kanë ndihmuar që të zhvilloj aftësitë e mia drejtuese. Edhe unë të gjitha këto, njohuri që kam marrë këto trajnime, përvojën që gjithë këtyreve 30, më shumë se 30 vite tek Nehemia Getaway Albania, vlerat që unë kam marrë aty, njohuritë e mia janë përpjekur dhe jam e lumtur që mund të vej në dispozicion të qytetarëve dhe të komunitetit ku unë jetoj. Dhe me një eksperiencë jo pak, por 30 vjeçare në shoqërinë civile. Si e shikoni Pogradecin pas 5 vitesh, mund themi, pas disa vitesh? Në fakt unë e shoh si një qytet më të zhvilluar, më të transformuar, që ruan atë shpirtin dhe bukurinë e vet, ku sigurisht zhvillohet më tej turizmi. Ne në moment po flasim për një turizëm 4 stinor, që të jetë i zhvilluar gjatë gjithë stinëve, jo vetëm në stinën e verës, po sigurisht edhe një qytet ku të rinjt mund të gjejnë mundësi edhe të mos largohen nga qyteti, por të kontribuojnë, të vazhdojnë të punojnë për të zhvilluar atë. Një qytet ku jeta e qytetarëve sa vjen edhe përmirësohet dhe sigurisht edhe me rritjen ekonomike, sepse mendoj që Pogradeci ka këtë potencial. Çfarë dëshironi Manjola të lini pas si kontribut? Në fakt personalisht do ta shihja shumë me vënd që të le atë afërsinë me qytetarët, që ata të më mbajnë mend si dikush që ka qenë pranë tyre, ka marrë parasysh mendimet e tyre, dhe në fakt ajo që jam përpjekur të bëj gjithmonë ka qenë që të dëgjoj zërin e tyre.
si dikush që këto parime dhe këto vlera të cilat unë i përmenda të mund të jenë frymëzim për të tjerët. Paqja, edhe vlerat, edhe paqja, dashuria, shpresa, të mund të jenë frymëzim për brezat që vinë. Si kryetari i Këshillit Bashkiak të qytetit Pogradecit, do të kishit një mesazh për qytetarët e këtij qyteti? Mesazhi im në fakt është ky. E themi shpeshherë që së bashku arrim më shumë, por unë vërtet jam e bindur që së bashku, me besim, duke punuar sa më shumë, me vullnet, mund të arrim shumë më shumë për qytetin tonë. Siç e thash, Pogradeci ka potencialin, dalë le të punojmë bashkërisht për më të mirën për te. Për te rolit dhe përgjegjësisë në fund duke ngjyrmet e njeriu që lën punë, jetë, kudo në marrëdhëniet me të tjerët edhe ti duke lënë ngjyrmë për njeriu që je dhe për thjeshtësinë që të karakterizon Manjola, dhe unë të komplimentoj. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shumë suksese në punën tënde, edhe lutemi që t'jesh një bekim për gjithë ata që do t'jenë pranë teje dhe në jetën tënde. Shumë faleminderit. Kështu shpresoj dhe lutem dhe unë. Shumë kënaqësi. Ishim me Manjola Kamolli, kryetari i Këshillit Bashkiak Pogradecit. Në fund, siç e thash, çdo rrugtim lë një gjurmë jo vetëm në atë që bëjmë, por në njerëzit që ne prekim dhe sot njohëm më nga afër jo vetëm një figurë publike, por një grua që ka zgjedhur të shërbejë me përkushtim dhe vizion për komunitetin e saj. Ne rikthehemi pas pak në studio.